Drita edhe zyrtarisht është kampion i Superligës së Kosovës në futboll për edicionin 2025-26 të ndërruar. Të nderuar shikues, nuk jemi në studion e kampionëve. Mirë po, kemi ardhur në qytetin e kampionëve, në qytetin e Gjilanit. Skuadra kampione në fuqi e Kosovës Drita sonte ka një shansë të ardhë për ta mbrojtur titullin dhe për ta fituar për herë të dytë radhës titullin kampion të Superligës së Kosovës në futboll për edicionin 2025-26. Së bashku me ekipën time kemi ardhur në qytetin lindor të Kosovës, në pjesën lindore të Kosovës, për ta përcjellur nga afër ndeshjen ndërmjet Dritës dhe Ballkanit. Një fitore eventuale e intelektualëve në këtë ndeshje do t'i shpalte ata kampion për herë të pestë në historitë të klubit, 3 gjiro pra para se të përfundoj edhe kampionati i rregullt i këtij edicioni. Drita me suksesin e arritur gjatë vitit të kaluar duke bërë pjesë e fazës së grupeve në ligën e konferencës do të tentoj që ta mbrojë titullin kampion fillimisht e më pas ta përsërisë suksesin e arritur gjatë vitit të kaluar në garat evropiane. Përpos kësaj, synimet e klubit janë një arritje tjetër më e madhe për të ngritur nivelin e skuadrës. Pra, do të jemi këtu në Gjilan për gjatë gjithë ndeshjes. Do të përcjellim gjitha ato se çfarë do ndodhin pas pak, do të vizitojmë edhe intelektualët ata cilët e kanë nisur fesën ende pa nisur ndeshja dhe janë mbledhur për të festuar titullin e pestë. Duhet theksuar se Drita përballë sot do të ketë Ballkanin, një skuadër e fortë kjo dhe kundërshtarin të drejt për drejt në luftën për titull. Se çfarë të ndodh në ndeshjen Drita Ballkani dhe do të festojnë intelektualët sot në Gjilan do ta mësoni në vazhdim. Vetëm pak Gjilanin të nderuar shikues, dhe tani kemi ardhur tek vendi ku intelektualët kanë filluar të festojnë para ndeshjes ndaj Ballkanit, ndeshje etike për skuadrën e Dritës që përmenda më herët. Këtu përfshihet numri i madh i intelektualëve të cilët kanë filluar festën dhe këtu nuk ka dyshim që nuk mund të shkoj ky moment pa takuar edhe Romak Ziqirin, Betim Ziqirin i cili është gazetar i Telegrafit dhe banor i Gjilanit. Romak, faleminderit shumë për kohën. Tamë puna. Gjeta tu festu me intelektualit të? Po, tu festu, tu raportu si te, te erë me festu. Jo, pak ngacmime kjo. Romak, sot një ndeshje shumë e rëndësishme për skuadrën e Dritës, një fitore mundshme e bën në Dritën kampion për herë të dytë radhës, për herë të pestë në historitë e klubit. Realisht Drita ka bo një sezon shumë të mirë edhe pse kum pas ato dyshimet e mia nëse mundet me mia dalë mu bo kampion i Kosovës, për marrë parasysh edhe angazhimin në garat evropiane, shkako që lodhja edhe kaluj deri në shport, ka qenë shumë brapa, po Drita nuk është për lojë shumë të mirë, se ka shumë skuadra tjera në Superligë që kanë lujt lojë të bukur për sy më të mirë, po Drita e ka kriju një farë mentaliteti fitues. Domethënë luan dopt, por i fiton 3 pikë. Kjo është shumë e rëndësishme se pas disa viteve nuk e kujton askush si qysh kanë luajtur, vetëm kush e ka fituar titullin. Drita ka bërë një sezon që zakonshëm, fitoj apo jo sot, Drita realisht është kampion i Kosovës, sepse edhe nëse nuk fiton sot, kanë imbesin edhe 3 gjëra tjera për t'i rikuperuar pikët dhe për t'a arritur pikët. Po fakt, një fitore sot është shumë e rëndësishme, sepse do të përballët me kundërshtarin direkt që kishte gjatë gjithë sinorit premi për titullin kampion. Ballkani do të kishte shije
më të mirë fitoria sot. Sigurisht. Edhe mos harrojmë faktin që Ballkani kanë postur në 3 përballje dhe ato duke i dominuar si në lojë, si në rezultat. 3 fitore dhe po nëse Drita arrin sot, atëherë arrin titullin e 5 që do të thotë vazhdon e mban ato si skuadra e dytë më e trofeshme në Kosovë, pasi Prishtina qëndron shumë larg. Sa e ngjata për fitore, në bazë të asaj çfarë kemi parë në ndeshjet e fundit nga të dyja skuadrat temi, edhe pse kemi informacione që Ballkani sot do të ketë goxha shumë mungesa në përbërjen e parë. Ballkani ka mungesa me kapitenin Bajram Rashanica dhe Almir Kryziu që janë mungojnë shkaku të kartonave dhe ndërsa Marcel Ismail Geci mungon për arsye lëndimi. Walid Hamidi nuk është i gatshëm shkaku i lëndimit gjithashtu, do të jetë në bankë. Gjasat janë e favorizon Dritën terreni vendas, por nëse shikomi 3 përballjet e fundit, Ballkani ka qenë superior. Gjithsesi Drita ndoshta ka një arsye më shumë për fitore, por mos harrojmë që Ballkani nuk vjen me flamur të bardhë, pasi një humbje eventuale sotme mund t'ja rrezikojë edhe pozitën e dytë në kampionat, pasi realisht gara për titullet vetëm ka mbaruar pas asaj fitore Dritës kundër Prishtinës së Re dhe humbjes së Ballkanit kundër Llapetit. Faleminderit shumë Romak. Ishte Romak Ziçiri, kolegu nga Telegrafi.com, të nderuar shqiptar. Tani vetë se ka filluar edhe të nxehet atmosfera tek intelektualët të cilët kanë filluar të këndojnë për skuadrën e tyre të zemrës. Ne do të vazhdojmë të shndrojmë këtu për të marrë edhe tjera intervista nga aktorët kryesor të kësaj dite. Ishim të këporë, aty ku intelektualët kanë filluar pjesën të nderuar shus, dhe tani për shkak të motit me shi jemi futur në ambientet e stadiumit me bari sintetik këtu në Gjilan dhe këtu afër meje kam drejtorin sportiv të skuadrës së Dritës, Valon Zumberi. Valon, faleminderit shumë për kohën dhe për mikpritjen këtu në Gjilan. Si gjithmonë, faleminderit edhe juve për mbështetjen. Sot një ndeshje shumë e rëndësishme për skuadrën tuaj, 3 pikësh, ju shpall kampion kur jemi 4 gjiro para përfundimit të kampionatit. Realisht matematika ashtu e thot, po për neve është një ndeshje e radhës, një ndeshje për të cilën i qasmi sigurisht çdo ndeshje që kemi hi për fitore, i qasmi ose ndeshje është për të marrë maksimumin. Masanina pas përfundimit në 9 minuta do ta dimi verdiktin final. Gjithsesi jemi përgatitur, jemi të mobilizuar. Ajo është ndryshe ndoshta prej ditëve tjera, është një mobilizim më i madh i gjithë qytetarëve e në veçanti intelektualëve, sepse ata ka kohë që po e presin domethënë këtë ceremoninë e festimit të titullit, por shpresoj dhe uroj shumë që sot t'ja arrijmë qëllimin tonë dhe t'i gëzojmë ata të cilët janë duke e pritur këtë festë. E përmendëm edhe vetë që i qasim vetëm për fitore, për shkak që janë edhe 3 ndeshje tjera ku Drita mund të siguroj titullin kampion. Do të fol pak për ecurinë e kampionatit, si ka shku prej fillimit dhe deri më tani kur jemi pranë kësaj ndeshje. Pastaj do ta shohim rezultatin e kësaj ndeshje në fund dhe do të shohim nëse ju dhe intelektualët do të testoni sot. Sigurisht, me fol për kampionatin është një sfidë shumë e madhe dhe një sfidë shumë e re për neve. Është komplet një eksperiencë e re, domethënë tash 8 vite jemi në futboll, por që kjo sfidë është diçka e veçantë.
për faktin sepse është hera e parë që kem pas kaq shumë ndeshje në një vit. Është hera e parë ku njëkohësisht kemi zhvilluar ndeshjet e Evropës dhe ndeshje kaq gjatë, domethënë ndeshjet e Evropës dhe ndeshjet e kampionatit, një diçka e re për neve, një diçka e re që në mënyrën se si të qasim, si të silemi, por mendoj që kemi marrë përvoja të duhura, përvoja të mira, gjithsesi qëllimi jonë edhe synimi ka qenë mbrojtja e titullit për herë të parë në historinë e klubit, gjë të cilën po e presim me padurim, ende nuk ka përfunduar asgjë, jemi në rrugë të mirë, edhe ndoshta edhe këndo me pas vetë në fillim që sepse starti jon ka qenë shumë i vështirë në kampionat, sepse fokusi ishte te Evropa, edhe kushdo me pas pyet këndo që drita do të jetë prapë, ndoshta kanë qenë shumë skeptik, por që ne kemi besuar te kualiteti, kemi besuar te puna jon, mbi të gjitha kemi besuar te ajo qetësia që na karakterizon neve dhe jashtë sot ku jemi. Domethënë puna për kushtimi, edhe krejt këto kanë bërë që në fund të jemi kaq pranë kësaj ëndre të madhe, domethënë për ta mbrojt titullin për herë të parë në historinë e klubit, sepse ne kemi fituar titull tjerë, por që nuk është që i kemi bërë dy radhës. Si përjetohet një lloj ndeshje si kjo, drejta? Pa diskutim që është emocion vetja, po sado që ne mundohemi ta marrim si një ndeshje të radhës. Kur e shef gjithë këtë organizim, kur e shef tifozët intelektual se si e ndjejnë, se si e presin, domosdoshmërisht involvohesh edhe ti. Kur i shef edhe familjet e tona pastaj, ata që ndoshta ne kemi bërë sakrificën profesionale, po sakrificën emocionale më të madhe ne e bojnë familjet e tona. Nga këtu ne shpresoj shumë që të na i bojnë halal, sepse mungesat e gjata që i kem pas jo larg tyne, domethënë larg familjeve, e uroj që sot nëse arrim t'i gëzojmë, unë besoj që kanë na i bëu halal krejt ato mungesat e gjata me ditë që nuk kemi qenë në shtëpi, ato përqendrime që si kemi pas shumë të mëdha ndaj familjeve, për kushtimi që ka mungu të jetë, sepse nëse kishimi pas për kushtimin shumë më ndaj familjeve, mendoj që ndoshta na kishin ngec futbollistët mbrapa, por që krejt fokusi kryesor ka qenë te futbollistët e familjarët gjithmonë është dashur që ti sakrifikojnë për më na mbështet. Një ndjenjë e jashtëzakonshme të e pa edhe sot kur nisa për me dalë knina dhe emocionet të familjes dhe të krejtve. Unë mendoj që çdo familje, çdo lojtar familjar të tyne e kanë pasur një situatë, por na jemi me kom tokë sepse e kemi një farë lloj komoditeti në kuptimin që çka do që të ndodhë sot ne prapë kemi në dorë, dhe domethënë i kemi edhe 3 match point të tjera në kuptimin që me mbyt. Jemi gjysmore deri te fillimi i ndeshjes. Sa është gati ekipa? Pa diskutim, ekipa ka qenë shumë e mobilizuar gjatë gjithë javës, dëshira ka qenë shumë e madhe, atmosfera ka qenë e jashtëzakonshme në klub me ata lojtarë të cilët i kemi, sepse e dim tashtimo është e njoftër mirë që mungesat e mëdha na kanë përcjell gjatë gjithë këtij fundvitit, por gjithsesi ata lojtarë që janë shumë mirë, ne e kemi edhe një mobilizim më të madh, se siç e po edhe kanë ardhur edhe presidenti e klubit, 2 pronarë dhe plot të tjerë, gjë që nuk është e zakonshme në ndeshje të tjera, por që me shpresë. Do të thotë që jeni bërë gati për festë? Jo për festë, po gjithsesi që kur matematika ta lejon ti do duhesh me qenë gati, jo me u befasu pastaj. Kështu që në këtë drejtim na ka nderuar edhe prezenca e tyne, edhe unë po mendoj që do të jemi më së gatshëm për këtë ballafaqe. E di që ki angazhime tash po të liroj. Do ta shohim në fund sa do të thoni apo jo, dhe do të flasim pak edhe për merkato, por në fund të ndeshjes besoj. Pas një diskutim, karshi këtyne punëve, pjesë e punës tonë është e pandashme edhe pjesë, që edhe në atë rrugë jemi besoj që jemi shumë. Të nderuar shikues, ishte Valen Zuberi, ne do të qëndrojmë në stadiumin e Barit Sendik, do ta përcjellim ndeshjen dhe në fund do të mësojmë se a do të festojnë individualet sot apo festa e tyre do të shtyhet në përballje të tjera të javës së ardhshme.
Drita edhe zyrtarisht është kampion i Superligës së Kosovës në futboll për edicionin 2025-26 të nderuar shikues. Kam mboshtur skuadrën e Ballkanit në ndeshjen njëtike të tyre me rezultat 2-0 në stadiumin e Barit sintetik në Gjilan. Kjo është titulli 5 në histori të Dritës së Klubit, derisa është titulli i dytë radhës i skuadrës gjilanase. Intelektualët kanë filluar pjesën tashmë, edhe zyrtarisht ata janë kampion i Superligës së Kosovës për edicionin 2025-26. E tërvëmendja tani do të jetë për ta në Evropë, skuadra e Dritës do të synoj që të përsërisë apo të arrijë diçka më shumë në arenën evropiane. Ky është Xhiqer Ramadani, njëri ndër më meritorët e skuadrës së Dritës, i cili po i përshëndet edhe tifozët prezent të nderuar shikues. Padyshim, meritat përpos Zekit i shkojnë edhe tërë skuadrës futbollistëve të tjerë të kësaj skuadre, që tashmë janë duke festuar pikërisht në stadiumin e Barit sintetik. Do të tentojmë që të kemi edhe ndoshta aktorët kryesor të këtij sezoni të skuadra e Dritës, një sukses historik për ta mbrojtur titullin për herë të dytë radhës në Superligën e Kosovës në futboll. Do të tentoj që tash ta kem trajner. Shkurt. Urime edhe një herë. Titulli i dytë radhës për skuadrën tënde, çfarë ndjeni për ty? Më i veçantë nga ato të tjerë. Se? Shumë arsye, tash është momenti për të cekë gjitha. Jo, një bilet tregon cila një ndër arsye, çka do të bëj. Arrita më në fund ta mbroj titullin. Okej, nuk e ke bërë me skuadra tjera, tjera parë që mund titullin me një skuadër. Është edhe parë që më dha mundësia. Se më herët nuk të kam besuar, e parë që ka rrotën tënde në konferencë. Është shumë e qartë, unë edhe që ju si gazetar duhet ta ulëmtoni atë. Me 300 pas gjirës 3 të shkakova, nuk më ndrohet titulli 3 gjira. Në komunikerin se fillova fare kampionatin e ri, Prishtin pas gjirës 11 të shkakova, nuk ndrohet titullin 11. Falë Zotit, ta mbesuan, edhe pse jam i bindur që edhe këta e kanë gjerë, se shumë çdo javë është folë, çdo javë, në fund të kampionatit. Si shka i sinorin përgjithësi për ty? Lësë Zotin që një mund të përsëritet ky sukses, po jo me këtë lëndimet. Imagjinoni do që 3-4 javë të kesh vetë futbollistë mungesë janë shumë net pa gjumë, ajo është presion i papamë. Po shohin që jeni duke i bërë përgatitje për festë, po ndali edhe pak trajner, cili është synimi tash për Evropë. A të arrihet diçka më shumë se që kemi arritur gjatë edicionit të kaluar. Synimi im personal është të garoj me vetveten gjithmonë. Nëse edicionin e kaluar ishim konferenci, këtë vit do ishte një hap për bora në Europa League. A ke pas një dedikim special i sinorin e kaluar këtë vit, kujna e dedikon këtë titull? Vetës për shkak shumë presion. Faleminderit shumë trajner. Ishte Xhiqer Ramadani të nderuar shikues, derisa ne këtu po i presim futbollistët e tjerë të Dritës që të vinë dhe të festojnë atë në fakt se çfarë kanë arritur gjatë sinore që është titulli i dytë radhës kampion në Superligën e Kosovës në futboll.
Festa po vazhdojnë të nderuar shikues këtu në stadiumin e Ballit Sintetik në Xhilan. Janë tifozët e Integralet dhe ja këtu më bashkangjitet drejtori sportiv i Dritës. Valen urime titulli fytyror. Faleminderit shumë. Një moment shumë i veçantë, një emocion shumë i veçantë për vetë faktin sepse shok ishte tifozë i kishme aty familjar, një presion i madh. Se shka Vrejt pak para ndeshjes, edhe të mundove sigurisht. Shaj kena pas mision shtabi teknike dhe kryesia e klubit para ndeshjes ka qenë ndoshta ajo mbajtja në tokë e futbollistëve sepse një diçka e re për gjatë gjithë vitit nuk na ka përcjell kjo edhe në momentin kur i shef gjitha familjar, gjitha njerëz këtu, sigurisht ndjeshin ata presionin dhe gjatë gjithë kohës mundu që ne kemi me këmbë tokë t'ia vhekim atë presionin atë thujmë që është një ndeshje e radhës edhe pse gjithë secili e kemi ditë që është shumë një ndeshje e rëndësishme kjo. Sidomos kur shpallësh para domethënë kampion para rivalit ton me cilin ke luftu gjatë gjithë vitit, me cilin edhe uroj ti përgëzoj për një kampionat shumë i që kam bërë. Çka pas të titulli, Valen? Cilat janë synimet tutje me Dritën? Po, nuk diskutohet që ne kemi thonë në vitet më përpara që gjithmonë kur ti arrin objektivin ton parsor që e kemi tanina është qëllimi që të rritesh edhe më shumë në ligat në kupat e Evropës. Qëllimi jonë është që të marrim ekipën të përforcojmë aq sa mundemi, të jemi me këmbë në tokë, një diçka që është vjen shumë keq për futbollistë, po edhe për neve, edhe për familjarët tonë është sepse nuk i kemi edhe ditë plota ndoshta pushim, edhe kjo është një sakrificë shumë e madhe për futbollistat, duhet përgatitemi për ndeshjet e Evropës, duhet ta përgatisim ekipën, është një përgjegjësi e madhe sepse gjithmonë kërkohet më shumë, andaj është një farë sfide pa diskutim. A është ruajtur boshti i skuadrës? Po, pas një diskutim është ruajt, nuk është që kemë bërë diçka publike, po megjithatë jem thuajse e kemë ruajt gjithë boshtin e ekipës, kem pas ndoshta edhe një dy lojtar me të cilët duhet jemi në diskutime sipër, por gjithsesi që na presin edhe sfidat e reja sepse mundohemi që ekipën mundohemi që ekipën ta çtojmë energji të reja dhe të çtojmë konkurrencë më të madhe. A kjo është djali jem. Edhe kjo vojca, a? Okej. Po moment emocionues. Janë ata që më shumë disakrifikojnë edhe nëse është dikush që ndjen mungesën e babës, janë këta. Sa i mund nga babi kur luan në Evropë ke? 100%. 100%. Okej, Valen, po të shoh pak të emocionuar edhe një pyetje për të më dabo ka pas shumë lajme për prudet e reja tek Drita. A kemi diçka të re që mund ta zbulojmë? Po, nuk është që kemi shumë prudet e reja, absolutisht jo. Mund ta them ekskluzivisht për juve që neve që kemi mbyllur tani me një mbrojtës krahut djathtë, është Hagan Mjaki i cili vjen nga kampionati shqiptar, edhe këto mund ta them ekskluzivisht për ty, që ajo është lojtari jon, sot ishte edhe në tribuna e parë ndeshjen, por ja që juve gazetarëve ky fakt Pas ka qenë tek tribuna VIP, se i ka ikur ky fakt, kështu që për momentin ajo është lojtari me cilin e kemi kry, jemi negociata me dy lojtar, po asgjë nuk ka konkrete. Ju e dini që na jemi ekip që pa u kon diçka konkrete dhe zyrtare nuk është që dojna me i bosh. Okej, Valen, faleminderit. Faleminderit edhe shumë edhe për juve për mbështetjen e votës. Faleminderit shumë. Okej, është këtu edhe Liridon Bala. Okej, Jorgo Plumbi. Jorgo, urime titulli kampion. Si e për shumë tërsinorin me Dritën? Tërsinorin? Po. Nuk im shumë gjatë, duke sigurisht nga 2 vjetë që nuk kemi lojtur. Shumë gjara për të thënë. Nuk kemi gjatë, mund, vjerë, sakrifice gjithë çunave gjatë kemi dhe në fund. Në fund ja ka vlerë gjithçka. Në fund do të them që ja vlerë gjithçka. E përjetove edhe ti titullin kampion në Kosovë, pasi që ke luajtur edhe në Shqipëri edhe në kampionate të tjera. Çfarë ndjenja është kjo për ty? Gjithmonë të jesh kampion është gjë më e bukur. Okej, e përfunduam kësaj edhe intervistën me Jorgo Plumbin derisa tani më bashkangjitet Liridon Valaj. Liridon, urime titulli. Çfarë ndjenje kjo për ty ta fitosh titullin me Dritën kërcënore? Po, është një ndjenjë jashtëzakonshme fakt se është edhe titulli i parë si kampion i Kosovës, mendoj që e kemi merituar dhe me këtë merit jemi kampion i Kosovës. Si do ta përshkruaje ti tërësinorin me skuadrën e Dritës? Duke marrë parasysh që keni pas ato ulje ngritje të rezultateve, mungesat e shumta, mirë po në fund ja arritët qëllimit. Po, kena pas nga fillimi i sezonit shumë mungesa, po ashtu kemi pas shumë ndeshje, diku afër rreth 50-60 ndeshje dhe mendoj që mjaft mirë kemi arritë që të rikthehemi përsëri me gol për titull dhe në fund që të shpallemi kampion. Cilat janë synimet e radhës me skuadrën kampionet tashmë?
Po, synimet që tani kemi që të bëjmë atë që bëjmë sezonin e kaluar në Evropë dhe të përgatitemi maksimalisht pasi tani kemi shumë kohë. Faleminderit shumë Liridan, sukses të Faleminderit shumë. Jo që Liridan Bolaj do të vazhdojnë edhe me të tjerët, është Besnik Krasniqi, në fakt. Djerim Krasniqi, jo Besnik Krasniqi kërkoj falje. Djerim urime dhe shumë suksese me skuadrën ditës. Tashmë titulli 2 të radhës i kampion. Çfarë ndjeni kjo për ty? Faleminderit shumë nga ju, normal është më ndjen shumë e mirë. Është arrush titullin kampion në të marrë, por titullin e 2 të radhës është diçka që unë në karrierë kam 4 titull gjithsej, po 2 rresht asnjëherë. 2 rresht bile edhe me dritën. Ke luajtur edhe me të tjera skuadra në Gjilan, me skuadrën e Gjilanit, mirë po me ata nuk e arritur dhe me dritën. Çfarë e bëri të mundshme këtë titull kampion, sipas teje në posta asoj çfarë ke parë gjatë këtij sinori? Edhe atëherë kemi pas një ekip shumë mirë, tash besoj që grupi edhe cilësia duket që është më e madhe, edhe pse kemi pas shumë dëmtime, goxha lojtar jashtë, po edhe unë pjesa asaj atyre dëmtimeve kena vujt shumë, por në fund t'ja arritëm. Edhe me dritën kishte disa lëndime të gjatë normit, por riktheve me Manaj ishte ajo dyshja goxha e rrezikshme e dritës. Normalisht kur ishim të dy fushë kishim më thjeshtë, merreshim vesh më shumë, po edhe ekipi pjesa tjetër ka qenë ndihmë, sidomos Kristali apo pavarësisht se kush ka luajtur aty, kanë qenë normal, kena marrë udhëzimet e trajnerit dhe besoj që kena kryer më së miri. Cilat janë synimet për të ardhmen me dritën? Mendon që ka skuadër drita për të arritur diçka më shumë se sinorin e kaluar në gorat evropiane? Normalisht ajo që kemi bërë këtë vit në Evropë, besoj që është diçka që asnjë s'e ka prit. Pavarësisht asaj arritëm shkum deri shumë larg dhe besoj që do t'i arrijmë përsëri. Besoj vetëm shpresoj të kthehet gjithë grupi dhe mendoj që me punë dhe me përkushtim do arrijmë prapë. Faleminderit shumë Djerim, suksesa. Faleminderit kërkoj falje për ngatrimin e fillim. Ishte Djerim Krasniqi, sulmuesi i skuadrës së dritës dhe ndoshta ju ka marrë malli ta shihni 1% tjetër në fushë, besoj të gjithëve të nderuar shikues, është ky Rën Broja i cili është rrethuar nga foncat. Rën, po e gjej këtu një rrugë. Urime, shumë suksese tutje në skuadrën e ditës. Jashtë fushës, por si e ndjeve të këtë titull? Po, si gjithmonë jashtë fushës më e vështirë se në fushë, sepse presioni është shumë i madh. Mirë po skuadra ka bërë një kampionat të jashtëzakonshëm, kena zhvilluar ndeshje shumë të mira dhe besoj se me shumë merite kena merituar titullin dhe sot është një pjesë shumë e madhe që do ta shijojmë. Do doja të ishe në fushë më shumë se sa jashtë, gjatë sidomos gjatë për kësaj ndeshje të sotme? Po normal unë kisha pasur gjatë gjithë kampionatit të jem fushë, mirë po një lëndim më ka pamundsu gjysmën e kampionatit që të mos jem fushë. Mirë po dëshira e madhe është që gjithmonë të jem fushë, mirë po ndonjë lëndimi nuk ta lejon dhe është shumë e vështirë jashtë, por shpresoj që shumë shpejt arrit të kthehem dhe të bashkangjitem grupet. Cila është gjendja momentale e jotja dhe kur pritet të rroni të rikthehet fushën e gjallë? Po gjendja momentale është pak më mirë po ende nuk është një datë saktë sepse kam problem nervor. Shpresoj që për ndeshjet e Evropës jem gati dhe të ndihmoj ekipin sa më shumë. Faleminderit shumë Rën, sukses. Faleminderit. Ishte Rën Broja dhe tani më bashkangjitet edhe Albert Daviçaj. Davi, Shëndetje. urime titulli 2 të radhës në skuadrën e dritës. Faleminderit shumë. Titulli i dytë, shumë sakrificë, shumë punë, shumë mend. Po në vërtet e kishim një sezon me lohatje, po nuk merituam titullin sinqerisht, se tani më vetëm e kemi 10 pikë, po nëse kishte pyetur mund a keni mujtë të bëjmë më mirë, çfarë po po. Po çka kishim të bëjmë më mirë për shkakun? Po për shembull kena pas shumë vendime edhe edhe asnjë forcë na ankuj, kështu që mos më papon vendimet, sinqerisht mendoj se kishim pyetur kampionatin më herë. Cilat janë synimet për të ardhmen me dritën? E ka fjalën gjithmonë për garat evropiane. Sinqerisht sot vetëm duhet të festoj edhe asgjë tjetër. Për premtimin që ke marrë. Ta premtimi ke pas? Eja ta bëjmë publike këtë premtimin që ka marrë Daviçaj. Premtimin kur më operuan se kesh jashtë fushës 4 muaj e gjys, i kom thënë premton që titullin do të më prova apel shpe. Edhe kam ish kundose me kupë, Pse do kemi dorën të ditë? ne kena. Okej. Pranë të njova. Po, pranë të njova kena. Ne që kemi ftuar aty, s'ka lidhje. Davi, faleminderit. Shumë suksese tutje.
Monaj, urime edhe njerë titulli. Shumë faleminderit. Jashtë fushav për disa javë, mirë po më në fund festuar se bashkë me skadën e ditës. Me të thonë drejtën, ka qenë shumë më vështirë ta mbrojmë titullin, duke marrë parasysh që kemi luajtur edhe në grupet të konferencës, edhe kemi pasur mjaft shumë mungesa. Ka pas ndeshje që kemi pasur deri në 9 mungesa. Shumë më vështirë se vitin e parë, por që në fund arritëm ta mbrojmë titullin edhe ndihemi mjaft të lumtur. Do synoni që në kupat e Evropës të arrini diçka më shumë se që është arritur dhe në fakt pyetja tjetër që i bashkanditit kësaj, a ka kapacitet drita të arrijë sipas e diçka më shumë se vitin e kaluar në garat evropiane? Po normalisht mendoj që vitin e kaluar kemi qenë afër, duke marrë gjithmonë parasysh atë rezultatin e pjesës së parë në Bukuresht, po shkoi ndeshja. Edhe vitin e kaluar kemi pasur shansa që të luajmë në Europa League, vetë që diun sa kanë lexu, edhe sa i kanë poshtë, edhe kemi çasa më favorite, edhe shpresojmë të luftojmë që të shkojmë në grupet e Europa League-s, pse jo. Okej. Monaj, kë e ke pati si kundërshtar më të fortë për titull, përpos Ballkanit këtë edicion? Përpos Ballkanit. Cila ka qenë ndeshja më e vështirë, ndoshta për ju këtë? Po normalisht të drejtën në skuadrat që luftojnë për mbijetesë, ato janë ndeshjet më të vështira, e pa më sa vështirë kishim me Prishtinën e re. Normalisht përpos Ballkanit aty është edhe Malisheva. Ka pasur shumë ekipe që kanë luajtur futboll mjaft cilësor si dhe. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Hajde shih. Ishte Arv Monaj, sulmuesi i skuadrës së dritës të nderuar shikues. Do tentojmë që të kemi edhe të tjera intervista për shok këtu edhe drejtorin general të skuadrës së dritës, nuk e di nëse ai do jetë i gatshëm për të prononcuar. Është padyshim që është së bashku me një konsultim me presidentin e skuadrës së dritës. Zot drejtori po më duhet, drejtori general të një sekond. Drejtori general po më duhet një sekond. Një pyetje, drejtor. Që po vjellor, prit. Pastaj do shkosh, vetëm ta bëj një pyetje, pastaj do të liroj edhe do shkosh të stot. Po, përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë për pritjen. Përse e di se nuk e pritet në çdo tillë. Jo. Po, një titull i dytë rrallase për ju dhe skuadrën, çfarë do thotë kjo për ju drejtor? Do të thotë shumë. Kemi ekipa ka dhënë maksimumin, të i pas parasysh edhe mungesat e vendimet që kemi pas gjatë kohës. Jemi më se të lumtur që kemi kryer 3 gjira më herët dhe shpallemi kampion dhe tani do të jetë më lehtë edhe për neve të mendojmë për organizimin e ndeshjes së radhës që do ta besojmë edhe titullin e dytë të radhës dhe të pestin në përgjithësi për klubin tonë. Një pyetje tjetër për të liruar, cilat do të jenë synimet e dritës? A do të synohet të arrijë diçka më shumë se sa vitin e kaluar? Po flas për garat evropiane. Për garat evropiane synimi mirë për këtë radhë, jo në Conference League, po në Europa League. Do të ndryshonin ngjyrat nga e portokallta në të gjelbërt, na? Shpresojmë dhe besojmë. Faleminderit shumë drejtor. Suksese. Faleminderit. Ishte Feti Murseli, të nderuar shikues, ai i cili pa paralajmërim u zu në befasi dhe ne i bëm disa pyetje për të, derisa besoj që do ta kemi pas pak edhe Besnik Krasniqin, kapitenin e skuadrës së dritës, një nga futbollistët më meritor të kësaj skuadre në këtë arritje të madhe, mund të themi ashtu, për herë të dytë të radhës drita shpallët kampion. Besnik Krasniqi është këtu me mua, të nderuar shikues. Besnik, urime, titulli i dytë radhës si kampion. Nuk e di sa është yti personal në Kosovë. Them drejtën është ose i 5 ose i 6, nuk pas ke bërë shumë shumë. Këmboj dhe jam mjaft i lumtur që është titulli im i dytë me dritën. Duke marrë parasysh kemi pasur shumë ndeshje të vështira, mos të harrojmë ato ndeshje në Evropë, kanë qenë shumë, kemi pasur shumë lëndime. Jam mjaft i lumtur që besojmë te njëri tjetri maksimum dhe ndoshta kanë qenë shumë kritik që nuk na kanë besuar, por ne ja dolëm, duke besuar te grupi dhe jam mjaft i lumtur që e mbrojtëm titullin për herë të dytë. Besnik, sa më i vjetër, as më produktiv, sidomos te Kresinor ishte një nga futbollistët më produktiv të drita me gola të shënuar dhe ndoshta gola të vendimtar për këtë arritje. Të drejtën ndoshta do të më shku me shikuese. Besoj këto vite nuk i kam, ndoshta jam i shënuar afër. Mos ka shkruar më vonë. Nuk kam ka shënuar më vonë, por jam mjaft i lumtur dhe falenderoj Zotin për këtë fuqi sepse
është një dhuratë nga Zoti dhe duke mos harruar bëj mjaft shumë për këtë, duke marrë parasysh ushqimin, gjitha gjëra dhe jam mjaft i lumtur që i arri këtë gjëra. Sa i përket gola, ndoshta jam si them i marrun për këtë gjëra sepse ndodh gjithmonë tek Prishtina kur kam qenë edhe këto vite, jam mjaft i lumtur që golat e mi, por mos harrojmë se ishte një sakrificë shumë e madhe nga gjithë bashkëlejtarët dhe jam mjaft i lumtur që arritëm të mbrojtëm titullin. Për fund, studimet për vitin e ardhshëm, a ka drita skuadër që të arrijë diçka më shumë se vitin e kaluar në garat evropiane po plas? Shiko, sa i përket dhe fillim ku arrim në grupat Conference League, nuk besoj askush që ne mund ta mbrojmë titullin, por ne se thash edhe më herët, ne besom te grupi, ne jemi ato që ja dalëm, ne do bëjmë maksimumin se jo vetëm konferencën, por do synojmë edhe më shumë. Drita gjithmonë ka treguar ndeshje mjaft mira në Evropë. Shpresojmë ky vit në Evropë të jetë mjaft i mirë dhe me këtë grup dhe shpresoj shumë të rikthehet, mos të harrojmë kemi pas një mungesë shumë të madhe, si ka qenë Ardmonaj për Albri kthy dhe Rëmbruja të presin me padurim sepse është kapiteni ynë dhe është një lider në skuadër. Shpresojmë shumë ato të kemi në Evropë dhe pse jo të synojmë në Europa Ligën. Faleminderit shumë Besnik. Faleminderit edhe juve. Suksese tutje. Faleminderit shumë. Ishte Besnik Krasniqi, kapiteni i skuadrës së Dritës ky dhe me këtë përmbyllim këtë pjesën e parë të emisionit personte këtu nga Gjilani. Në vazhdim të nderuar shikues, mund të ndisni atë se çfarë ndodhi të mërkurën brëma në organizimin e televizionit Kanal 10 së bashku me miqt për ta përcjellë nga afër ndeshjen e dytë finalit të Ligës së Kampionëve ndërmjet Bayernit dhe Paris Saint-Germainin. Analiza sportive me Bygdyt Sokolin, Ismet Munishin dhe të pranishëm që ishin aty. Ju presim në vazhdim. Unë ju them, vazhdoni të qëndroni me Kanal 10.